Një muze lokal si ky i Shkodrës po ngjall çdo herë më shumë interesin e turistëve. Por jo vetëm të tyre, studiues të huaj e shohin Shkodrën ende në zbulim. Arkeolog dhe historian nga Muzeu Historik i qytetit të Kraljevës nga Serbia Qendrore, me interes për periudhën e sundimit të mbretëreshës Elena Anxhuinve, gjendën këtu me rastin e 700 vjetorit të vdekjes së saj. Jemi këtu në kuadër të ekspozitës që po organizojmë me rastin e 700 vjetorit të vdekjes së mbretëreshës Elena Anxhuinve. Bashkëshortja e mbretit Urosh të Nemaniqve, dihet tashmë se Shkodra dhe rajoni në tërësi i Ballkanit kanë të përbashkëta të shumta gjatë përplasjeve të historisë dhe datave të ndryshme. Objektet që do vizitojmë janë kishat dhe tempujt, të cilat janë ndërtuar nga kjo mbretëresh. Kemi gjetur një bashkëpunim të mirë me drejtuesit e Muzeut të Shkodrës dhe kjo vlen edhe për bashkëpunimin në të ardhmen. Turistët që vizitojnë Shkodrën kryesisht vinë nga lindja e largët, por edhe nga SBA-ja dhe Australia. Perceptimi në muze lidhet edhe mbi bazën e asaj që ato gjenë që të veçantë në muzeun tonë. Bje fjala, nëse bëhet fjalë për popull të cilët nuk e kanë kaq të lashtë ose kaq të hershme trashëgimin kulturor, siç mund të jenë popujt e linjës apo popujt e Europës veriore, të cilët fazën historike kanë më të vonë se sa ne, shohin me interes antikitetin dhe u bjen me njëherë në sy lashtësia, por edhe autoktonia e shqiptarëve. Turistja nga Singapori vjen për herë të parë në Shqipëri. Përshtypja e parë është shumë interesante. Ndërtesat, të cilat nuk kanë shumë ngjyra dhe nuk janë të larta, japin përshtypjen se merret frymë më lehtë në këtë qytet. Jam shumë e interesuar të di më shumë për këtë vend dhe kulturën e tij. Ajo që ka më shumë interes për mua është e kaluara e këtij vendi dhe si ditë e parë, na janë ofruar mjaft gjëra interesante për të parë. Mesatarisht në një ditë, Muzeun Historik të Shkodrës e vizitojnë rreth 50 turistë të huaj. Nga agjencitë turistike mësohet se këtë vit për Shkodrën dhe rajonin e saj është në rritje interesi nga turistë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja dhe Australia, Korea e Veriut, Japonia apo edhe Tajlanda.